Njerëzit që jetojnë në Massachusetts janë ekstra me fat, sepse kemi benefite të papara në Massachusetts. Çfarë ndihme të kërkojnë më së shumti kur të telefonojnë shqiptarët që janë në zonën e Massachusettsit? E para njërë më kërkojnë ndihmën e sigurimeve shëndetësore. Ajo është më e rëndësishmja. E dyta, përvojën që kam përvojë 20 vjeçare është kërkojnë ndihmë si t'i ndihmoj unë për procesin e futjes në një shtëpi të moshuarish. Nëse një person ka vetëm një senior buy-in ose ka një mass health limit, nuk pranohen. Sepse gjithmonë, domethënë, kosto janë për këto shtëpitë të moshuarve shumë e lartë dhe rimbursimi është shumë i pakët. Kështu që duhet me patjetër një inshurencë shumë e mirë shëndetësore dhe shumë e fortë. Po ata shqiptarë që punojnë dhe janë këtu, por nuk e kanë në shtetësinë dhe janë ndoshta edhe pa green card, si ja bëjnë për sigurimet shëndetësore? Përfitojnë mass health standardin ose përfitojnë mass health limit. Domethënë këto janë inshurencat që i ofron shteti, nuk i le asnjëherë pa një inshurencë shëndetësore. Plus ka edhe Connector Care, që është domethënë pjesë e mass healthit. Por për fat keq, kur vjen edhe aplikojnë për mass health standard ose mass health limit dhe nuk kualifikohen, sepse i kanë të ardhurat, atëherë njerëzit fillojnë dhe ngurojnë dhe nuk e dinë këtë procesin tjetër që është Connector Care, që mund të hyjnë tek website-i i shtetit dhe mund ta aplikojnë. I ndihmon ti gjatë këtij procesi të bie shumë telefonit të pyesin, shikoj si bëhet ky formulari. Non stop, non stop, po, dhe ka raste që domethënë ata e kuptojnë shumë mirë, po duan dhe atë verifikimin tim që a e ka bërë mirë apo jo. Sa është vështirësuar procesi? Çfarë ka ndryshuar në thelb? Nuk ka ndryshuar shumë, po kontrollojnë më shumë. Azilet për fat keq nuk janë ndihmuar dhe aq shumë sa duhet të ndihmoheshin, kështu që siç më tha një administrator para ca ditësh, Bianca ta fillojmë tha që kemi qenë tha me shumë mish në trup dhe tani ne jemi bërë një skelet dhe s'kan më çfarë ta han nga këto shpira, domethënë, kështu që shteti nuk është se nuk po ju jep të ardhura më, po ju jep, vetëm domethënë po kontrollohen më shumë. Ne jemi si rac që nuk e shfrytëzojmë shtetin amerikan. Ata persona që vërtet ka nevojë për këtë ndihmë e përfitojnë. Mirë se u gjej në Ilvatare Talks. Kur emigron në një vend të ri, ke dy mënyra për të zgjedhur. Ose të presësh që jeta të t'jap një mundësi, ose ta krijosh vetë mundësinë. E ftuara ime zgjodhi rrugën e dytë. Bianca Kolliçi erdhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shumë shqiptar të tjerë me një valixhe në dorë dhe me ëndra në zemër. E nisi çdo gjë nga e para. Ashtu siç fillojnë të gjithë emigrantët e vërtet, me punë të palodhur, me durim dhe me dëshirën për të ndihmuar komunitetin shqiptar. Punët e para ishin në kujdesin e drejt për drejt të moshuarve, ku mësoj me duart e veta se çfarë do thotë të kujdesesh për një njeri në momentet më të brishta të jetës së tij. Misioni i Biancës vazhdoi me ekspertizën në sistemin shëndetësor të sigurimeve në Medicare Mass Health. Me mbi 20 vite eksperiencë, Bianca mendoi se është një nga agjentet më të respektuara në Medicare në Massachusetts, një zë që mijëra shqiptar kanë mësuar ta besojnë, ti telefonojnë, ta pyesin për çdo gjë. Apo jo Bianca, mirë se erdhe. Faleminderit Ilba, mirë se gjej. Si nisi gjithçka? Si erdhe ti? Nëse na tregon pak rrugtimin tënd, si erdhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, fillimisht punove në një azil për të moshuarit, si ishte ajo përvojë dhe si mbritet ti tek sigurimet shëndetësore? Po, Ilva, unë kam ardhur këtu në një moshë shumë të re, isha 11 vjeçe. Kam ardhur me prindrit e mi, direkt në Boston. Në Boston, atje kisha edhe gjyshin dhe gjyshen, domethënë jam rritur me shumë dashurinë e tyre. Si gjithë studentët, kur jenë në një moshë të re dhe kërkon një punë për gjatë kohës të verës, unë isha me fat dhe gjeta një punë tek një shtëpi të moshuarish. Atje fillova si punonjëse e aktiviteteve sociale dhe si punë e parë, atje unë gjeta jo pacient, jo klient, unë atje gjeta plot gjyshër edhe gjyshe.
gjeta njerëz me një njohuri shumë të madhe, me një dashuri që dhuronin pa kushte, dhe plot buzëqeshje, plot bekime, atje gjeta, them, vetveten dhe kështu filloi gjithë ky kalvari i jetës time dhe i karrierës time këtu në Massachusetts. Dhe nga ai moment si u transferove tek sigurimet shëndetësore? Si ndodhi ky kalim? Është një kohë gjatë, është një periudhë 20 vjeçare. Po them sinqerisht që unë kam punuar në shumë departamente të shtëpive të moshuarve, që mund të fillojmë nga aktivitete sociale deri në business office, dhe në fund fare unë isha një administratore tek këto shtëpitë e të moshuarve. Atje unë u përballa me shumë sfida, por mora dhe shumë njohuri. Dhe një nga njohuri që vërtet e ndjeva që ishte gjëja më elementare dhe më e rëndësishme, ishte si të përballoneshin inshurenca shëndetësore. Inshurenca shëndetësore është gjëja më e madhe që nëse një person nuk e ka këtë, nuk funksionon edhe hyrja nëpër këto shtëpitë e pleqjve, nuk funksionon hyrja tepër doktorët. Kështu që inshurenca shëndetësore është primare për personin, për individin. Dhe atje unë e gjeta vërtet një pasion, dhe isha me fat që e kapa dhe kuptova shumë mirë këtë proces, dhe u fokusova te ky proces dhe ndjeva që shumë persona, sidomos komuniteti jon shqiptar, kishte nevojë për dikë që ti ndihmonte ose ti tregonte rrugën, që vërtet ka mundësira që të gjeni këto inshurenca shëndetësore, që të vini dhe të kontrolloheni nëpër doktora, dhe të merrni shërbimin e duhur. Unë mund të them nga eksperienca ime që sistemin e sigurimeve shëndetësore e konsideroj ndër më të komplikuarit dhe nga ata të cilit pothuajse nuk e kam kuptuar ose nuk arrit ta kuptoj, edhe ndoshta sepse është shumë i komplikuar për fakt se ka shumë lobim nga pas, ka shumë kompani të mëdha të cilat sigurisht ndihmojnë, por nga ana tjetër ka edhe shumë zëra dhe kritika për mënyrën se si janë paketat e ndryshme që ata ofrojnë. Unë e di që është pothuajse si një oqean i madh me oferta dhe ti duhet zgjedhësh atë që është më e mira, mundësisht edhe më e lira për ty, duke nisur dhe nga karakteristikat e çdo individi. Pra, jo një insurance fits all, nëse mund ta themi që ta kuptojnë edhe shqiptarët e Massachusettsit me mira që unë i takojnë faksa vinë në Boston apo në Cambridge, edhe në zonat përreth unë takoj shumë shqiptar sa që e kuptoj shumë mirë kur thua se ke pasur mundësit gjatë gjithë këtyre viteve ti ndihmosh, sepse është një fushë shumë delikate, shumë e vështirë, shumë e komplikuar. Tani si me radhë, a është e vërtet kjo që them unë që një sigurim nuk është i mirë për të gjithë individët dhe pse? Normale, çdo person duhet të zgjedhë inshurencën që ju intereson atyre. Ka inshurenca që janë me një deductible, domethënë me një shumë parash, që mund të paguajnë gjatë muajit, gjatë vitit. Ka inshurenca që janë pa një kosto mujore për ta, por normale që ka dhe një kopejme, një pagesë sa herë që ata shkojnë tek doktorët ose specialistët ose riabilitimi e tjera. Ka plot inshurenca në Massachusetts që ne ofrojmë. Ka inshurenca, siç e përmendam përpara, me kosto të ulët, plus edhe pa kosto, sepse shumicën e rasteve unë punoj me klientë që janë me të ardhurat të limituara, dhe këto nëse një person e fiton këtë lloj inshurence, që quhen Medicare Advantage, këto lloj inshurencash janë edhe pa kosto për ta. Kështu që duhet një individ, nëse më kontakton mua, unë do i bëj do i bëj disa pyetje që ta caktoj tek inshurenca e duhur për ta, që jo domethënë ti kushtoj një parë të madhe nga xhepi, dhe do mundohem që ta ndihmoj, domethënë në atë fazë ku janë ata. Ka shumë inshurenca, nuk mund të flas dot vetëm për një. Ka lloj-lloj inshurencash shëndetësore. Do të pyes pak. Dhe mbajmë në parim
se sigurisht që këto, siç e tham, sipas individit mund ndryshoj dhe sigurimi shëndetësor. A është një trend, a është vlen për të gjithë që sa më i moshuar apo sa më shumë sëmundje kronike që mund të kesh, aq më shtrenjtë është sigurimi? Shiko, ka sigurime shëndetësore që janë, domethënë si puna jonë që punojmë dhe marrim atë inshurencën nga puna jonë, dhe na i ofron me një çmim të arsyeshëm mujor, dhe pastaj normale që ne kemi një deductible, nuk kam parë ndonjë inshurencë tani që s'ka deductible. Deductible është vazhdon nga 3.000 deri në 11.000, varet nëse personi është individ ose familjar. Kështu që varet. Pastaj ka inshurenca shëndetësore në Massachusetts që një person është me aftësi të kufizuara ose me të ardhurat të kufizuara, ka inshurenca që siç e përmendëm përpara, Medicare Advantage, ka masel standard, ka masel limit, varet në moshat që personi, domethënë moshat saktuara. Kështu që ka Massachusetts jemi një vend shumë e fat, domethënë njerëzit që jetojnë në Massachusetts janë ekstra me fat, sepse kemi benefite të papara në Massachusetts. Unë më shumë flas për persona që janë me aftësi të kufizuara dhe me të ardhura të kufizuara gjithsesi dhe normale në moshën mbi 65, sepse jam dedikuar këtij lloj programi dhe kësaj lloj fushë. Çfarë ndihme të kërkojnë më së shumti kur të telefonojnë shqiptarët që janë në zonën e Massachusettsit? E para njërë më kërkojnë ndihmën e sigurimeve shëndetësore. Ajo është më e rëndësishmja. E dyta, përvojën që kam, përvojë 20 vjeçare, është kërkojnë ndihmë si t'i ndihmoj unë për procesin e futjes në një shtëpi të moshuarish. Pra, si mund të futet një person në nursing facilities ose nursing homes, që quhen në anglisht. E treta është kërkojnë ndihmë për SNAP ose Food Stamps, që është një program ushqimor për personat me të ardhurat të limituara. Mund të marrin një pagesë mujore për të bler ushqime. Dhe ka shumë persona tjerë që kërkojnë edhe ndihmë për t'ju treguar procesin si një person mund të futet tek një shtëpi të moshuarish, por që janë independent, që quhet independent senior living. Si funksionon regjistrimi, pranimi në një azil të moshuarve? Okej. E para njërë është duhet të filloj nga doktori primar. Klienti duhet të ketë ose pacienti duhet të ketë një lidhje shumë të fortë me doktorin e tyre. Atje fillon gjithçka. Doktori i bën një assessment të përgjithshëm klientit ose pacientit dhe e konsakton nëse ky person vërtet ka nevojë apo jo për 24 orë në ditë kujdesje. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është shikojnë inshurencën shëndetësore, pra sigurimet. Është shumë e rëndësishme. Sigurimet shëndetësore duhet të mbulojnë 100% shtëpinë të moshuarve, pra azilet ose senior nursing facilities. Ajo është shumë e rëndësishme, duhet që ta mbulojnë. Të gjitha sigurimet shëndetësore e mbulojnë azilin? Jo të gjitha, jo, varet. Nëse një person për shembull ka po marr një shembull inshurenca shëndetësore të Massachusetts që ofrohen nga shteti Massachusetts, nëse një person ka vetëm një senior buy-in ose ka një masat limit, nuk pranohen. Sepse gjithmonë, domethënë kosto janë për këto shtëpitë të moshuarve shumë e lartë dhe rimbursimi është shumë i pakët. Kështu që duhet me patjetër një inshurencë shumë e mirë shëndetësore dhe shumë e fortë. Çfarë pranojnë shumica e këtyre shtëpive janë Medicare-in A dhe B, pranojnë masel standardin, pranojnë inshurenca shëndetësore private, ose pastaj pranojnë private pay, që ajo është gjëja më fantastike që mund t'i ndodhi një biznesi që domethënë që njerëzit e paguajnë nga xhepi. Okej, që ti marrim me radhë pak, që ti informojmë dhe ata që po na ndjekin, veçanërisht nga Massachusetts. Kjo bisedë sot është e përqendruar për shqiptarët atje, që bëni mirë të na ndiqni.
Korrekt. Po, na ndiqni, na bëni share me njëri tjetrin, ndajeni dhe dëgjoni Biankën dhe merrni Biankën pastaj që t'ju ndihmoj dhe t'ju asistoj. Siç bën me mira shqiptarë që e telefonojnë. Tani Bianca, sa duhet të sa kushton pak a shumë në muaj Medicare AB apo Advanced që të mundson pastaj të hysh në një shtëpi azili të moshuarish? Po. Medicare A dhe B, siç e dim që është domethënë inshurenca federale e Amerikës, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një inshurencë që i ofrohet çdo personi mbi 65 vjeç, që është shtetas amerikan, që ka mbi 5 vjet në Amerikë me green card, ose për persona që janë 21 deri 64 me disability Të kufizuara. Me aftësi të kufizuara, korrekt. Medicare A dhe B kushton, domethënë Medicare nëse një person ka Medicare A dhe B, tani e kanë ngritur rreth premiumin që automatikisht je i detyruar ta paguash, është rreth $202, mos gabohem, rreth 200 çfarë është. Ky premium, kjo pagesë mujore e marrin është në muaj, e marrin automatikisht o nga Social Security, nga çeku i Social Security, benefite që të vinë ty për muaj, që i vinë klientit, ose të dërgojnë një faturë mujore që ti që duhet ta paguash. Kjo është rreth 200 ca. Në rast se personi nuk ka të ardhura të shumta ose është me të ardhura të shumë të limituara, atëherë ky premium paguhet nga shteti i Massachusetts. Pra, një person qofse nuk është në gjendje ta paguajë të $200, ne i shohim shumicën e të ardhurave dhe kualifikohet për masa standard, masa standardi e merr këtë pjesën e 202 rreth kësaj dhe ja paguan në muaj. Pra, do të thotë që ky person nuk paguan në muaj, paguan 0 në muaj. Në rast se personi është me të ardhura më të larta, normale që ajo $200 është e paevitueshme do paguhet gjithsesi. Dhe 20% e Medicare-it Part B do paguhet nga xhepi, personi duhet të paguaj plus edhe ilaçet e veta që janë një pagesë tjetër mujore, dhe mund të vej kostoja, po mund të vej deri në $250-300 në muaj. Por gjithmonë çdo individ është ndryshe, nuk mund të caktoj dot sa është eksakt një inshurencë shëndetësore. Që të marrësh Mass Health Standard. Sa duhet i kesh të ardhura që të kualifikohesh, pra që ta paguaj shteti për ty, sepse nuk i ke të ardhurat e mjaftueshme. Sa duhet jetë niveli i të ardhurave? Ndryshon. Massachusetts i ndryshon të ardhurat mujore, po flasim gjithmonë me të ardhura mujore sepse kështu e marrin këtu, gati për vit. Në këto moment, të ardhurat mujore për një person, individ, që nuk është i martuar, jeton vet, është 1350. Pak a shumë. Për familjare është 1750, nëse janë burrë grua. Pastaj ka dhe mënyra të tjera nëse personi ka probleme shëndetësore, të ardhura, domethënë ngrihet një çik limiti që Massachusetts i e pranon edhe limitin çik më shumë. Nëse personi ka të ardhura që quhen ADLs është që ka nevojë për shërbim 24 orë në shtëpi, activity of daily living, që quhen aktiviteti jetës të përditshme, atëherë të ardhura, domethënë shteti bën një kat që thotë, okay, po i jap një çik më shumë rrugë për të naviguar dhe për ta aprovuar për Mass Health Standard. Kështu që ka shumë llojshmëria. Pastaj ka dhe disa inshurenca të tjera që i ofrojnë këto, i ofron shteti, por me ndihmën e shumë infermiereve gjithsesi. Edhe një herë, Massachusetts është një vend që ne jemi shumë e fat që jetojmë, sepse inshurencat janë shumë të përhapura dhe benefite që mund të fitojë një person me të ardhurat limituara. Tani, edhe unë, besoj si shumë të tjerë që nuk jemi në këtë sistem, e humba veten pak, midis Mass Healthit, Medicare-it, çfarë është Medicare? Okay. So Medicare është inshurencë
që ofrohet nga federalja, inshurancë shëndetësore që ofrohet nga federalja. Pra nga Shtetet e Bashkuara të qeveria e madhe. Është federal, po. Persona që kanë punuar në Amerikë, që kanë paguar Social Security e fitojnë. Por e fitojnë dhe personat që janë mbi 65 me në shtetësi amerikane ose me green card që kanë mbi 5 vjet në Amerikë. Mass Healthy është inshurancë shëndetësore e shtetit të Massachusetts ose në përgjithësi quhet Medicaid. Po pate Medicare, a ke nevojë edhe për Mass Health Medicaid? Në shumicën e rasteve për persona që e përballojnë të $200 në muaj premium që ta merr automatikisht Medicare-i, nuk është e domosdoshme që të merret masa standardi. Masa standardi merret vetëm për persona që nuk janë në gjendje që ta paguajnë këtë premium nga federale që t'ja mbajnë $200 në muaj, sepse imagjinon, nëse një person merr vetëm $450 në muaj dhe $200 paguan një inshurancë, nuk ka, domethënë, çfarë ta haje, me çfarë të jetoje. Përmendë pak më herët Bianca që ata që e përfitojnë duhet të jenë në një moshë saktuar, të kenë punuar kaq vite ose të kenë 5 vite green card ose të kenë në shtetësinë amerikane. Po ata shqiptarë që punojnë dhe janë këtu, por nuk e kanë në shtetësinë dhe janë ndoshta edhe pa green card, si ja bëjnë për sigurimet shëndetësore? Përfitojnë Mass Health standardin ose përfitojnë Mass Health limit. Domethënë këto janë inshurencat që i ofron shteti, nuk i le asnjëherë pa një inshurancë shëndetësore. Plus ka edhe Connector Care, që është domethënë pjesë e Mass Healthit, dhe Connector Care është një degë e shtetit e Mass Healthit që ofron inshurenca shëndetësore për persona që kanë domethënë një limit më të madh që të mos fitojnë dot Mass Health standardin ose Mass Health limitin, por mund të marrin një inshurancë shëndetësore nga shteti që quhet shteti, por është faktikisht private, dhe në bazë të ardhurave i caktojnë një pagesë mujore. Kështu që është dhe kjo që asnjëherë nuk mund të ngelen pa një inshurancë, por për fat të keq, kur vjen edhe aplikojnë për masë standard ose masë limit dhe nuk kualifikohen, sepse i kanë të ardhurat, atëherë njerëzit fillojnë dhe ngurojnë dhe nuk e dinë këtë procesin tjetër që është Connector Care, që mund të hyjnë tek website-i i shtetit dhe mund ta aplikojnë. Dhe siç e thashëm përpara, në bazë të ardhurave mund të kenë një pagesë mujore, që mund të jetë pak, nuk është domethënë shumë e lartë si pagesë, por që ka një shërbim dhe mbulon shumë. E zëm se unë jam një shqiptare që sapo kam britur në Massachusetts, tek të afërmit e mi, më ka dal green card, po jetoj me ata, por më duhet një sigurim shëndetësor. Dhe marr Biancën telefon. Çfarë do më thuash, çfarë do t'i thuash këtij qytetarit, ti qytetar shqiptar, çfarë dokumentash i duhen, çfarë bisede do bësh ti me të, çfarë do i sugjerosh? Dhe nga momenti i bisedës parë dhe derisa ta marri insurance-in, sigurimin shëndetësor, sa kohë kalon zakonisht? Ilva, po të më kishe pyetur vitin më përpara, inshurenca shëndetësore në Massachusetts për sa po të ardhurit ishin shumë më të forta se çfarë janë tani. Tani, çfarë mund t'ju tregoj unë rrugën këtyre personave është e para njerë, unë dua të di sa janë të ardhurat e tyre mujore, ajo është shumë e rëndësishme. Dua të di nëse personi jeton me bashortin ose bashorten apo jo, sepse dhe kjo merret si bazë e të ardhurave. Që të kualifikoj një person për inshurenca të ndryshme, domethënë të sapo ardhurit, unë i kërkoj green cardin ose ju kërkoj një lloj identifikimi. Për shumicën e rasteve preferoj o pasaportë o green cardin që të duken që janë legal vërtet. Ju kërkoj të ardhurat mujore dhe ju kërkoj numrin e Social Security, normale sepse duhet të jenë me Social Security që të kualifikohen, dhe ju kërkoj një bank statement, domethënë një statementin e bankës të tyre. Nëse sapo kanë ardhur, ai statement duhet të reflektojë 45 ditët e fundit. Këto janë planet që ti mund të kualifikohesh dhe i ndihmon ti gjatë këtij procesi, të bie shumë telefonit të pyesin. Shikoj si bëhet ky formulari. Non stop, po, dhe
ka raste që domethënë ata e kuptojnë shumë mirë, po duan dhe atë verifikimin tim që a e ka bërë mirë apo jo. Janë disa formulare që janë formularet e shtetit dhe ata duhet t'i mbushin dhe atje ngurojnë një çik që thonë e kanë bërë mirë apo jo. Gjithmonë mund të vinë, unë i mirëpres, e kam për nder, për detyrë që domethënë të shërbej komunitetin tim shqiptar. Ti the, nëse më kishe pyetur një vit më përpara, do të thoja më sakt se sa për sa kohë mund ta përfitosh sigurinë shëndetësore. Dhe kjo lidhet edhe me ndryshimet në qeverinë këtu në Amerikë, me ardhjen e administratës Trump, me diskutimet për heqjen fare të Medicare-it apo edhe të uljes së buxheteve e kështu me radhë. Çfarë ka ndryshuar për Massachusettsin? Pra për një të moshuar për shembull, që do të hyte në një shtëpi të moshuarisht në një azil. Sa është vështirësuar procesi? Çfarë ka ndryshuar në thelb? Nuk ka ndryshuar shumë. Një gjë që ne po shohim është që po kontrollojnë më shumë gjërat. Gjërat po zgjasin çik më shumë në mënyrën e kontrollimit. Domethënë nëse vitin e parë ata vetëm me një letër deklarate që theshin që unë nuk kam të ardhura të mjaftueshme, domethënë e kualifikonin një person, tani çdo gjë duhet me prova. Dhe kjo zgjatën për momentin, domethënë është verifikimi shumë i fortë në këto momente. Po fondet, a janë ulur fondet dhe çfarë mbulojnë kompanitë e sigurimit për azilet, apo kanë mbetur aty ku ka qenë në gjitha nivele? Azilet për fat keq nuk janë ndihmuar dhe aq shumë sa duhet të ndihmoheshin, kështu që siç më tha një administrator para ca ditësh, Bianca ta fillojmë tha që kemi qenë tha me shumë mish në trup dhe tani ne jemi bërë një skelet dhe s'kan më çfarë ta hanë nga këto shpira. Domethënë, kështu që shteti nuk është se nuk po ju jep të ardhura më, po ju jep, vetëm domethënë po kontrollohen më shumë. Të flasim prap në rastin e një viti më përpara ka qenë kur një person i sapo ardhur përfitonte nga një inshurencë shumë fantastike që quhen Medicare Advantage, plane Medicare Advantage, që dhe unë me ato lloj planesh punoj. Automatikisht ky person mund ta kualifikoje për masa standard me të ardhurat të limituara që ata kishin dhe mund të përfitonin këtë planin që quhet Medicare Advantage. Dhe ky plan ofron, ose shumica e këtyre planeve pak a shumë ofrojnë, doktorat janë të mbuluar 100%, farmacinë dhe që ja usillin nëpër shpira ilaçet janë të mbuluara 100%, kishin syzet, kishin shërbimin e okulistit deri në $300-400, $500 në vit që mund të bënin syze të reja, kishin shërbimin dentar 100% falas, plus edhe implante të shumta, makinën e vetë shërbimit që mund të merrte si tip Uber, i merri çon tek doktori ke farmacia. Të tash ofronin dhe një shumë monetare për muaj shumica e inshurencave Medicare Advantage që personi o të blinte ushqime ose të paguante një faturë mujore, paguanin shumë për familjarët e tyre që të kujdeseshin për këta pacientë, kështu që kishte një benefit të paparë dhe ky benefit është akoma tani, por ky benefit është për personat që kualifikohen për Medicare A dhe B dhe masa standard. Vitin e parë, nëse një person sa kishte ardhur në Amerikë, pra e tham, duhet të kishe që të kualifikohesh për Medicare A dhe B, duhet të kesh më shumë se 5 vjet në Amerikë ose të jesh në shtetas amerikan. Një vit më përpara, ky nuk ishte problemi. Ky, domethënë, njerëzit mund të vinin nga Shqipëria në çdo moment dhe mund të kualifikoheshin për këto benefite. Tani thjesht duhet të presin gjersa të bëhen shtetas amerikan ose 5 vjet në Amerikë. Por ky benefit nuk e fitojnë më, por normale do fitojnë masa standardin ose masa limitin. Nuk do ngelen asnjëherë pa një inshurencë. Pyetje tjetër. Shumica e shqiptarëve që ti je në kontakt dhe të kontaktojnë për të kërkuar ndihmë, a preferojnë t'i çojnë prindrit të moshuarit, sidomos kur janë në një gjendje të rënduar dhe kanë nevojë për kujdes 24 orë, 7 ditë në javë, ndërkohë që fëmijët e tyre punojnë, nuk është se janë gjithkohë të angazhuar me punë, ndoshta edhe nuk kanë mundësi t'u japin ndihmën që prindrit e tyre të moshuar mund të kenë nevojë. Preferojnë t'i çojnë në azile, nëse u jepet kjo mundësi dhe i kanë planet e sigurimit për cilët ne diskutuam, apo t'i mbajnë në shtëpi dhe të kërkojnë ndihmë edhe përmes sigurimeve që mbulon një pjesë të kësaj ndihme dhe t'i mbajnë në shtëpitë e tyre. Si është më së shumti nëse bën një balancë?
nga kontaktet që ti ke. Tani nëse bëj një balancë, i preferojnë që t'i mbajnë më shumë në shtëpi. Plus pastaj është edhe ai turpi, çfarë do thotë shqiptari, jo kjo e çovi në nursing home dhe ja u them me plot bindje që mos dëgjoni shumicën e fjalëve, sepse ka shumë raste. Ka dhe raste pastaj Ilva që thjesht më marrin telefon dhe thonë nuk mundem ta përballoj dot. Babi im është me Alzheimer, me demenca, ai merr rrugët kur unë nuk jam në shtëpi, ai mund të bjerë nga shkallët. Dhe unë po them që shteti i Massachusetts është çik, domethënë anon nga mbajtja në shtëpi, por kam filluar dhe po shoh shumë veta tani që po e preferojnë këtë lloj Zgjidhje. sistemi tani, zgjidhjeja që ti marrin edhe ti çojnë në një shtëpi të moshuar, sepse ajo është zgjidhja më e mirë dhe për ata dhe për pacientin vet. Kështu që po shoh një ngritje tani që njerëzit vërtet pa e kuptojnë që është koha, sado dashuria është atje, nuk po themi që një person nuk e do, por është mënyra e jetesës në Amerikë që jo të gjithë e përballojnë dhe ta mirëmbajnë një person siç duhet në shtëpi. Një person i moshuar që ka paralizë apo ka pamundësi lëvizje është edhe pamundur që në një ambient varg ku jetojnë gjithsecili. Pra janë rrethana ke shumë të drejtë, janë rrethana shumë specifike për secilin familje, për secilin rast, por do ishte mirë që mentalitetin e prapambetur që e dërgoi prindin në azil ta kenë lënë në Shqipëri, mos ta marrin me vete edhe në Massachusetts. Por gjithsesi zgjedhjet janë personale, në fund janë të kuptueshme. Çfarë janë food steps? Un kam dëgjuar shumë edhe në lajme këtu, u fol shumë paracakosh, këtë për snaps. Kush ka të drejtë për të i përfituar dhe si aplikohet për të marrë një food stamp? Food stamps është një program ushqimor që ju ofrohet personave me të ardhurat të limituara. Kjo nuk ka limit moshe. Fëmijët e përfitojnë nëse prindit janë me të ardhurat limituara, të moshuarit, persona domethënë të rinj, të gjitha fitojnë këtë program nëse të ardhurat tuaja janë, të ardhurat e tyre janë të limituara, normale. Kanë gjithmonë një limit. Dhe paka shumë kjo punon si ju jepet një kartë si kartë krediti dhe me atë kartë kanë të drejtë që të vënë të blenë ushqime në shumicën e supermarketeve në Massachusetts. Është një ndihmë e madhe sociale, vërtet. Po. Administrata aktuale në Shtetet Bashkuara të Amerikës publikoi një listë disa muaj më parë me 75 vende ku Shqipëria ishte përmendur në vendet e renditur lart në fakt për qytetarët shqiptar që jetojnë në Amerikë dhe që përfitojnë ndihmë sociale, siç është edhe food stamps, një prej tyre. Ishte pak shokuese për një pjesë të opinionit se si ka mundësi që shqiptarët janë atje. A janë realisht shqiptar në gjykimin tënd dhe me aq sa ti njeh, janë ata që vërtet kanë nevojë apo ka pasur për shkak edhe të lehtësimit të mënyrës se si funksiononte më përpara administrata, ka qenë më e lehtë edhe nëse nuk të takonte ndoshta që të aplikojë edhe ta merrje, apo vërtet e kanë marrë vetëm ata që kanë pas nevojë? Ilva, unë shoh komunitete shumë të ndryshme në Amerikë dhe përballen për ditë me këtë lloj. Dua të them sinqerisht që shqiptarët ne jemi si racë që nuk e shfrytëzojmë shtetin amerikan. Nuk kam parë një shfrytëzim në maksimum. Ata persona që vërtet ka nevojë për këtë ndihmë e përfitojnë. Po shumica e shqiptarëve ne i shikojmë që janë nëpër biznese, janë bërë shumë të suksesshëm në komunitetin tonë dhe unë po flas vetëm për Massachusetts. Nuk kam parë ndonjë person që ta ketë shfrytëzuar këtë sistem në maksimum. Shumica që e shfrytëzojnë këtë sistem janë gjithmonë të moshuarit. Normale, pyll pa dera nuk ka, mund të ndodhi edhe 1-2, por mu duk pak e çuditshme që ne si shqiptar, domethënë e kemi shfrytëzuar këtë, nuk kam parë shumë shfrytëzim. Jo, vërtet ata që kanë pasur nevojë, vërtet e kanë përfituar. Shqiptarë shumica janë business owners, janë shumë, kanë aftësi të pa para dhe
më qeshet me vajzën time të vogël që e kam lindur këtu, thot, mami, kudo që vete në tërë zyra që ne vem, ka vetëm shqiptar në zyra dentiste, shqiptara në për banka që janë bërë, domethënë janë bërë big me poste shumë të larta, ose doktora, ose avokat, nuk unë jam krenar për shqiptarët e Massachusetts dhe e them sinqerisht që nuk kam parë unë ndonjë abuzim të madh në Massachusetts. Jo. E vërtet është që e thash edhe në hyrje të bisedës sonë që sa herë vi, edhe më qëllon që të vi shpesh, nuk kam rastisur të mos takoj disa shqiptar, edhe në ambiente ku nuk më është dashur, nuk kam qenë rrethuar me komunitetin. Dhe është vërtet ta ngros zemrën kur takon një shqiptar, edhe pale pasaj kur takon vajza si ti që kanë ardhur që 11 vjeç në Amerikë, që e flasin shqipen kështu të kulluar, edhe pas kaq vitesh edhe ju lumt të gjithëve. Pyetja e fundit. Ti punoni ndihmon shqiptarët, po e bën falas këtë. Ndërkohë që ti duhet përgatitesh, duhet të ulumtosh, të merresh, harxhon kohë nga koha jote, si e përballon? Jam gati gjatë ditës, telefonat e mia nuk pushojnë, text mesazhet nuk pushojnë, social media nuk pushon, sepse tani për fat mirë edhe shumica e të moshuarve preferojnë social median. Më shikojnë që Bianca është në Facebook dhe direkt futen për një pyetje. E përballoj me dashuri, me respekt, siç e thash dhe më përpara, jam shumë krenare për këtë shërbim që unë ju ofroj, edhe që është falas, nuk ka problem, sepse dua thjesht të ndihmoj dhe t'ju jap sa më shumë njohuri komunitetit tim që të bëhemi sa më shumë e më të fortë. Unë normale punoj dhe me referime, sepse një gjë e mirë, një gjë që unë ju jap më kthej gjithmonë 100% mbrapsh. Ka shumë persona pastaj që më referojnë, shkoni tek Bianca sepse Bianca ka për t'ju ndihmuar. Atje kam treguar veten time, ka shqiptarët, shumica e shqiptarëve kam shumë besim tek unë. Jam shumë krenare, siç e thash dhe më përpara, të ndihmoj gjithë shqiptarët në Massachusetts dhe e bëj me plot zemër, sepse momentet e mia kur unë kam ardhur në Amerikë në 95-ën, kur nuk dinin si të navigonim asnjë lloj sistemi, e ve veten time gjithmonë atje, domethënë ata persona gjithmonë e fus, siç e thon, i fus veten time tek këpucët e tyre dhe kuptoj sa e rënd ka qenë fillimi. Normale pastaj që ata e kuptojnë dhe jemi një komunitet shumë i mençur, e kapim shumë shpejt gjën. Është gjithmonë, jam krenare, nuk lodhem kur. Dhe nuk është se më bezdisin në maksimum. Qofse e shohin që Bianca është e lodhur sot, zemra po të marr ditën tjetër, asnjëri nuk më mërzitet. Jemi si një familje e madhe. Bianca, ne diskutuam, është shumë e komplikuar si fush, ka teknikalitete të shumta, të cilat duan dikën si ti që ti zbërthesh edhe ti ndihmosh, por unë të falenderoj edhe në emër të mira shqiptarëve të Massachusettsit për ndihmën që ti jep edhe për dashurinë me cilën e jep. Faleminderit Ilva, faleminderit edhe për këtë intervistë, je shumë e mirë.